Sportelet e guidave detare të turistëve të kësaj pranvere kanë dalë përgjatë shëtitores së Sarandës, sepse udhëtimet detare tashmë janë të përditshme dhe ofrohen jo vetëm nga varkat dhe skafe turistike, pasi motorët i kanë ndezur edhe anije turistike të kapaciteteve të mëdha. Pranë banakëve që shërbejnë si biletari gjenden prezantuesit e guidave nga suksesi të cilëve varet edhe shitja e tyre. Ata na thanë se 3 javët e majit nuk qenë aq të kënaqshme, edhe për shkak të ndryshimit të motit, ndërkohë që më shumë udhëtime kanë realizuar gjatë prillit. Qojmë ke plazhi Ushtarit, në Kakome, në Krorës. Ati në Krorës qëndrojnë rreth 2-3 orë, ka dhe lokale. Tani shkillimi puna është pak e minimizuar, se dhe koha muaj maj ka qenë pak i freskët në shira, edhe në muaj prill pati pak më tepër, po është në pritje se flasin njerëzit që kanë prontuar hotelet dhe sa dëgjojmë, do të ketë dymi. Ka filluar buçët me njerëz nga shumë vende, dhe sidomos nga Franca dhe Hollanda. Kemi pasur goxha turista të tillë, por nuk lëm papërfshirë dhe nga Pakistani, nga Egjipti gjithashtu. Kemi pasur italian, akoma jo, por e dim që do na vinë së shpejti. Shqiptar goxha, sidomos nga Maqedonia dhe nga Kosova. Zoni tani për momentin është pak më ndryshe nga vjet, edhe shpresoj të vemi më mirë. Mes shitësve të guidave lëndruese është edhe vajza nga Ukraina. Jam nga Ukraina dhe shes këtu bileta. Jeni të mirëpritur në udhëtimet tona detare. Teksa rezervuan lundrimin e tyre për të nesërmen, Livia dhe Simona, 2 vajza italiane, ishin kaq të kënaqura me ditët e tyre në Sarandë sa para kamerës sonë bën ftesën e tyre të sinqertë për të ardhur nga gjithë Europa në Shqipëri dhe Sarandë. We are from Italy. Jemi nga Italia, ne po e shijojmë Ejani në Shqipëri në destinacionin më të bukur në botë. Njerëzit janë fantastik. Fantastic. Ekranët e instaluar në tërgjatësinë e shëtitores janë një prezantim filmik i guidave që organizohen çdo ditë në drejtim të plazheve herë të virgjër të periferisë së Sarandës, si Krorëza, Kakomeja, plazhi Ushtarit, gjiri i breshkave të tjerë.